Partitë shqiptare në Maltëzi drejt bashkimit historik pritet krijimi i forumit shqiptar. Partitë politike shqiptare në Maltëzi po përgatiten për një bashkim formal në një subjekt të vetëm politik të quajtur Forumi Shqiptar, me një zhvillim që do shënonte unifikim më të madh të faktorit politik shqiptar në nivel shtetëror. Sipas raportimeve të radio-televizorit të Maltëzi, marrëveshja pritet të përfshijë bashkimin e alternativave shqiptare, Aleancës Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Kombëtar Shqiptar. Ky bashkim, sipas burimeve, vjen pas rezultateve të përbashkëta politike në vitet e fundit, përfshirë administrimin e pushtetit lokal në Tuzë dhe përfaqësimin në Parlamentin e Maltëzi me 2 mandate deputetësh dhe pjesëmarrje në qeveri. Raportimet theksojnë se një shtysë e rëndësishme për unifikimin ka ardhur edhe nga sondazhet e fundit, të cilat tregojnë rritje e mbështetjes për këtë forcë politike dhe nuqin. Sipas informacioneve jo zyrtare, një nga objektivat kryesore të subjektit të ri do të jetë marrja e drejtimit politik në UQIN dhe zgjedhjet e ardhshme lokale. Po ashtu pritet që lideri i Forumit Shqiptar të jetë Nik Gjelosha, ndërsa në procesin e bashkimit janë përmendur edhe figura politike si Ivan Ivanaj dhe Ferhat Dinosha. Ky zhvillim konsiderohet si një nga konsolidimet më të rëndësishme politike të shqiptarëve në Maltëzi, qysh nga pavarësia e vendit.